Miq të emisionit Koha Shtesë, sot do të jemi për diskutuar se përket formacionit dhe mënyrës se si Shqipëria pritet që të luajë në ndeshjen e nesërme kundër Polonisë. Siç e dini, është një ndeshje shumë e rëndësishme, është një ndeshje e cila vendos gjithë historinë e Shqipërisë për pjesën e botrorit. Jemi kaq afër historisë dhe na ndan vetëm një fitore për të shkuar në fazën finale dhe ndoshta për të marrë biletën e cila do të na çojë në botrorin e shkërkuar. Kemi kaq shumë kohë që e presim këtë moment dhe jemi kaq afër tani. Do të luajmë kundër Polonisë dhe Silvinjo ka përzier kartat. Një gjë është e sigurt, nëse shikoni listën e kombëtares, do dalloni fare qartë që formacioni nuk do të jetë i njëjtë siç Silvinjo ka luajtur deri tani. Pra do të kemi ndryshime në formacionin tonë. Kjo është e garantuar dhe kjo është e sigurt nëse ju shikoni vetëm listën e kombëtares. Ajo listë kishte disa gjëra pikante dhe detaje të cilat ne duhet i prekim tani. E para ishte fakti që kishte në krahun e majt 3 lojtarë. Ishte Naser Ali, ishte Pilo, ishte njëkohësisht edhe Mario Mitaj. Pra janë 3 futbollistë për një vend. Ndërkohë që në të kaluarën ky pozicion thjesht është dubluar. Pra nëse do të ishte Mario Mitaj, mund të ishte fare mirë vetëm Pilo pa Naser Alin. Ose nëse do të ishte Mario Mitaj, atë mund të merrim Naser Alin pa Pilon. Por për faktin që janë 3 lojtarë për krahun e majt, do të thotë që Silvinjo automatikisht po mendon një befasi me Pilon formacion së bashku me Mario Mitajin. Të dy këta lojtarë do të jenë në formacion dhe Naser Ali është lojtari i cili do të jenë në stol. Një detaj tjetër shumë i bukur është fakti që Silvinjo nuk i ka besuar shumë sulmuesave të qendrës. Pas dëmtimit të Dakut dhe dëmtimit të Manajt, nuk ka marrë sulmuesa qendre duke vazhduar vetëm me Uzunin dhe me Brojën. Kjo është një tjetër lajm. Mund të merrte Vllezrit Shpendi, Steven Shpendi, Kristian Shpendi ishin lojtarë të cilët kishin shumë për dhënë Shqipëria, lojtarë të cilët mund bënin shumë mirë rolin e qendrës, por Silvinjo i ka besuar vetëm këta 2 futbollistëve. Dhe kjo tregon diçka tjetër, që Uzuni dhe Broja nuk do të jenë fushë në lojës. Pra nëse në formacionin e fundit apo në formacionet e fundit Silvinjo ka luajtur me Uzunin për shembull si qendër sulmues dhe me Brojën në krahun e djathtë, këtë herë nëse luan Uzuni nuk luan Broja, nëse luan Broja nuk luan Uzuni, sepse janë vetëm ta 2 lojtarë sulmuesa qendre, të cilët ne i kemi në ekip. Dhe nëse luan një prej tyre, tjetri do të jetë në stol, sepse Silvinjo nuk ka këfut në pjesën e dytë më pas. Dhe me këtu me shumë mundësi pritet që të jetë Uzuni titullar dhe Broja ta nisi nga soli. Broja nuk do të jetë në rolin e sulmuesit të krahut të djathtë siç jemi mësuar deri tani. Broja do të jetë në rolin e sulmuesit të qendrës. Broja do ta shikoni si sulmues qendre, por do ta shikoni nga pjesa e dytë pasi Uzuni të ketë bërë punën e tij. Kjo është ajo që pritet në vit përgjithshme. Gjithashtu dhe për ta mbyllur gjithë pjesën e detajeve në bazë listës, është fakti që kemi shumë lojtar krahu. Nëse shikoni listën, Shqipëria ka marrë jo pak, por rreth 6 lojtar të cilët mund të luajnë në pjesën e sulmit të krahut. Me Nazmin Gripshin, me Ernest Muçin, me Nedim Bajramin, me Arber Ozhën, ka shumë futbollistë të cilët mund të luajnë në pjesën e krahut dhe kjo tregon saktësisht se Silvinjo kërkon të bëjë një ndryshim shumë të madh këtë herë dhe ne do ta tregojmë edhe pak më shumë në detaje se çfarë pritet. Atëherë Shqipëria në të kaluarën ka luajtur gjithmonë në formacionin 4-3-3, ndërsa këtë herë pritet që të kemi ndryshime. Këtë herë pritet që Shqipëria të ketë më shumë gjeshje në mesfushë dhe të jetë në formacionin 4-4-1-1. Kjo është pikërisht ai ndryshimi i cili pritet dhe kjo lidhet më saktë me pjesën e kundërshtarit, e mënyrës se si luan Polonia, e mënyrës si Silvinjo është i çmendur pas videoanalizave. Ka studiuar shumë mirë Polonin, ka parë çdo video, çdo sekuencë, mënyrën se si luan kjo Poloni dhe çelësi i suksesit të kësaj Polonie aktualisht është pjesa se si rreshtohet në fushë. Polonia ka marrë një ndryshim në rreshtimin e saj në fushë, ndryshe pra nga koha e mbarshme. Formacioni i Polonisë është 3-4-2-1 dhe çfarë ndodh? Ndodh që në fazën sulmuese, në fazën e mesfushës, ka një ngjeshje të madhe të lojtarëve polak. Ata dominojnë superioritet numerik dhe kështu kanë më shumë liri për të çnuar gol dhe për të goditur drejt portës. Kjo i ka dhënë edhe atyre në statistika shumë herë më të mira me gjuhët drejt portës dhe mënyrën se si ata kërkojnë që ta rrezikojnë kundërshtarin. Dhe nëse Shqipëria luan me formacionin 4-3-3, atëherë është automatikisht me 0 shanse për të mbijetuar në Varshavë. Për këtë arsye, ne mendojmë se ndryshimi që do bëjë Silvinjo dhe surpriza e madhe do të jetë formacioni 4-4-1-1. Për ta nisur nga porta ku do të jetë Tomas Trakosha, i padiskutueshëm me formën e tij fantastike që po kalon në Greqi. Dyshja e qendërmbrojtjes do të jetë Berat Gjemshiti dhe Erlinda Jeti. Ndërkohë, në krahun e djathtë do të jetë Elsej Dysaj dhe në krahun e majt do të jetë Mario Mitaj.
deri këtu nuk ka asgjë të re, sepse kjo është mënyra se si Silvinho pritet edhe më parë që të luante dhe kjo është mënyra se si ai do të luajë. Ndërkohë, e gjithë Chelsea i suksesit apo ndryshimi i madh që pritet që të bëjë Silvinho është pjesa e mesfushës. Këtu do të kemi Julian Sheun dhe do të kemi Christian Aslanin. Në dy qendrat e mesfushës. Ndërkohë gjithë problemi qëndron këtu që me Mario Mitajn në pjesën e lojtarit krau do të jetë Pilo. Pra do të jetë Pilo i cili do të jetë në dublim me Mario Mitajn për ta bërë Mitajn që të ketë më pak detyra mbrojtëse, por nga ana tjetër edhe Pilo ka treguar ta eku që është një lojtar i cili mund të shty shumë përpara. Pra në këtë lloj dublimi Mitajn nuk do të ketë aq shumë presion apo aq shumë punë për të bërë nga ana e tij, domethënë për shkak se sulmet polake do të jenë më të rralla se sa në një rast ku Mitajn do të mbanë gjithë peshën mbi supe. Dhe Silvinho kërkon që ta shtyjë këtë ndeshje sa më shumë, ta çojë ndeshjen sa më shumë barazim për ndoshta deri minutën e 90 ta fitojë në shtesë. Domethënë kërkon që kjo ndeshje që mos psoj gol me pak fjalë. Dhe goli pastaj se si Shqipëria mund ta realizojë, ka 100 mënyra, ka 100 forma dhe ka një sol i cili do të jetë shumë i pasur, ndoshta me Ernest Muçin, me Anis Mehmetin, me Armando Brojan. Pra goli ka se nga vjen. Dilema më e madhe në këtë formacionin ton në 4-4-1-1 është pjesa e lojtarit i cili do të jetë në sulmin, si më thënë, të krahut të djathtë. Tani këtu, sipas nesh, mund të jetë Nedim Bajrami. Nedim Bajrami ka shkëlqyer në këtë rol, edhe në ndeshjen kundër Anglisë. Silvinho e provoi dhe ndoshta jo më kot. Ka luajtur këtu dhe ka bërë një ndeshje shumë të mirë. Megjithatë, Silvinho ka provuar edhe Qazim Laçin në këtë rol dhe Anis Mehmeti mund të ishte gjithashtu një tjetër alternativë e provuar në të kaluar në këtë rol. Megjithatë, sipas nesh, Nedim Bajrami do të jetë në pjesën e sulmuesit të krahut djathtë së bashku me Else Dysajn, pra për të dubluar dhe Else Dysajn në pjesën e mbrojtjes, ndërsa Qazim Laçi do të jetë më i avancuar. Silvinho i beson këtij lojtari sepse është një lojtar trajneri, një lojtar që ndoshta në teknik nuk është më i miri i mundshmi, por është një lojtar trajneri i cili sakrifikon shumë për ekipin dhe vrapon shumë për ekipin. Dhe në majën e sulmit do të jetë Myrto Uzuni. Myrto Uzuni do të ketë një balotazh me Armando Brojan, por për momentin besohet dhe mendohet se Uzuni ka të garantuar vendin e titullarit, pasi është një lojtar i cili sakrifikon shumë, punon shumë, dhe Armando Broja do të ishte një alternativë për të futur nga pjesa e dytë, sepse kërkon një lloj dy luftimi që Armando Broja nuk e ka dhe Uzuni e garanton për trajnerin. Dhe në këtë lloj mënyre rreshtimi të ekipit, kur Qazim Laçi do të jetë më i tërhequr, do të shkojë në 4-5-1. Është një formacion në një 4-5-1, i cili na kujton shumë mirë dhe kohën e Debiazit. Me Uzunin, që gjithashtu do të rriqet shumë mbrapa dhe Shqipëria do të jetë e rreshtuar në mënyrë perfekte në mesfush për të përballuar presionin e lojtarëve polak. Pra atë formacion 3-4-2-1 e Polonisë, e cila krijonte një ushtrim shumë të madh presioni dhe i mbivendosje lojtarësh në zonën tonë, ku ata kalonin në superioritet numerik, duke u rreshtuar formacionin 4-5-1, Shqipëria ka më shumë mënyrë, ka më shumë ide dhe ka më shumë mundësi se si të mbrohet nga kundërshtari. Dhe ne mendojmë se ky do të jetë rreshtimi i Silvinhos, me një befasi në listë i cili është Pilo, një befasi që Silvinho ka për ta hedhur besoj ne që nga minuta e parë fushën e lojës, dhe në një rreshtim paksa më ndryshe nuk do të kemi Arber Hoxhën, nuk do të kemi Anis Mehmetin, nuk do të kemi Ernest Muçin, të paktën ky është mendimi jon nga mënyra se si ne e lexojmë ndeshjen, edhe duke parë faktin se është një ndeshje teke ku nuk ka më shanse rikthimi apo për ta luajtur një ndeshje për herë dytë. Dhe duke parë filozofinë e Silvinhos dhe duke parë faktin që të kësaj liste që i ka marrë, sepse çdo gjë tregon vetë lista. Ne kemi vetëm 2 sulmuesa qendre. Nëse luan Uzuni, nuk luan dot Broja, sepse nëse del Uzuni nga fusha, nuk ka se kush futet për sulmues qendre. Nuk kemi tjetër sulmues qendre. Ndërkohë në krahun e majt kemi mbivendosje me 3 lojtarë. Dhe pyetja është, pse duhet merrte Pilon kur mund merrte një sulmues qendre si Christian Shpendi? Pra fakti që i kanë marrë 3 lojtarë krahu do të thotë që Pilo do të luajë me patjetër, sepse Mario Mitaj është i padiskutueshëm në rolin e vet. Dhe kjo është mënyra se si ne presim që të luajë Shqipëria në ditën e nesërme. Besojmë se do të jetë një lojë shumë mbrojtëse nga ana e Shqipërisë, shumë mbrojtëse për të rezistuar për të qenë ai bunker i famshëm në Varshavë dhe për kërkuar më pas fitoren edhe nga Stoli, nëse nuk del gjëja pra
nga 90 minuta e rregullt apo nga pjesa e lojtarëve të hedhur. Kemi një historik i cili do të jetë shumë i pasur dhe me Anis Mehmetin, siç e thamë më parë, me Enes Muçi, me Armando Brojen, kemi gjitha cilësitë individuale dhe teknike për të bërë dëm dhe për të bërë keq në Varshavë. Ajo që është e rëndësishme është që Shqipëria ta mbajë sa më shumë të ndeshje 0-0 dhe të tentojë në fund për të marrë fitoren e madhe. Kjo është mënyra dhe vendosja jonë se si pritet që Silvinjo të luajë nesër në Varshavë.